E kom shrimu në vetlat. Vetlat e portokallta i kom pas. Trupin ja bën më çfarë t'ja zbeba, së nja u kalën mi buzve që të më thonë, shqipski, usteqet. Kalën një herë i kom heke dhe tani kom gjëros, jam kanë të dik. Qëma ju i shala s'pana hoj. Kështu që, po fulli shumë. Amo jena gati për me bo një glow up. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se veni në kanalin tim të YouTube-it, mirë se veni edhe me një video të une ku se që po më shene jam lug. Amo jena gati për me bo një glow up. Okej? Oh, ju që ka një me atë dash më fol me kamerën. Përshëndetje. Përshëndetje. Thank you. Thank you. Shko habo kluqk. Shko pule ime. Si që thash jena gati me bo një glow up, se qërni farë një herë se në qëfar gjendje katastrofale jam. E qaj glow up, dhe me thonë, kena mi njëros vetullat, e kisha ba lashlift, ama pëtut në masim. Edhe pak, i kam nuk e di sa për vreja në qërpekt, nuk është që i kanë mojt kësirë palesa, ama nuk janë definitivisht për mi bon. Që, kina më gjëros qërpikt, vetullat, depilu me atë maqinën, për nëse deri sa të mërin aty, tani folëm aty pak ma shumë. Kina mi la flokt. Për herë të parë njëtën teme jam të dosh me bo self-tan, do më thonë, self-tan e dini se qka do më thonë. S'kam shka me u spjegu ma shumë. Edhe atë shumë jam të tutë se sa nuk di. Sa nuk di rreth qasaj, sa rreth qati procesi që gjysh do të me bo. Dërko deri sa ti bëj që to, unë do të me ime në YouTube apo TikTok me këqyrë, se në fakt qysh bo ata ja vlov, shka do të me qitë produktet i kam. Edhe përdu me provu se shka ka dhe dollë në fund. Po, gjithashtu ata shkëdo shta kisha pas qef hala me bo, është një hek që qëto kimet e duarve, mu nuk më pengojnë, të qysh, edhe kur të vish në kështo me majica nuk më pengojnë, nuk e di, nuk e kam kompleks shkurt shqip, amo Pandora kush e ka e dini që po ja u depilojke këto kimet vet, që shumë për ma kop dhe qysh në pecke, për me nuk kimet anik shumë më kam dhamë dhe qysh shumë për më iriton, amo nuk e kam kremën për me depilu e nuk e kam plan me hik me zheleta po me naj maqina po dishka kam qef me kremi hik. Të në ku me thënë drejtën nuk jam e gatshme me mdolli ato kimet të në gjynës njëra ma pak njëra ma shumë po shka me bo së njëm të duru se bash këtë ditlinje kom pas që falboni me mblet dishka shka moj me mojt gjdo dit, shka edhe për shemë me mhup, apet është Pandorë, nuk është tokat, apo kuptoni, kështu që po fulli shumë. Esim njerë këto produktet që zakonisht unë i qes në flok, edhe i loj gjatë krejt qëti procesit, e tani vazhdojmë. Atëherë produkti i parë që du me qitë në flok është kë ujë, Olive oil piskavica, më do këtë ose është i Kroacis ose i Bosnjës, nuk jam e sigurt. Dhe une e blej zakonisht të ndejem. Une mojnë mend kërë më kanë fëmi i vogël, në është i 7-8 vjetë. Edhe këtu kur shkojshë në market, kjo u konë është ja 2 marka që i bjen dikon €1. Dhe nuk u konë viral edhe atëherë normal nuk e pas TikTok, Instagram, e si se në për mu reklamu, dhe në fakt nuk e ka përdor askush. Edhe tash njerëz që ja ka nisë me përdor, normal ju ka rrit çmimin në fillim vitin e kalum kur ja ku nisë me përdor. Kur ja ku nisë me përdor u kon €6, tash është 7 gati 8, gati 16 marka. Amo ky me kon edhe 50 marka unë këta ka me ble, nuk e di. Se shumë ekstrem shpejt mi rrit flokët edhe si pas videos kalun ju kun kallëzu që nuk jam e knasht me gjatësin e flokëve, s'kam shka me bon, zot, nuk më pas qef mi prej kaq shumë, mi pas kaq shkurt, se e urej që gjatësi, shka me bon, kështu që gati gjdo dit, jo, masi që tila e flokët, nesit masisit kur t'ja nisin me më bo paloja, nisi me qitë
çdo ditë, vetëm sa më rrit sa më shpejt flok. Nuk e di, më duket dikush më ka pas shkruaj që në Gjermani ku ka DM nuk munden me gjetë këtë produkt, nuk e di arsyeën, seriozisht nëse që është prodhim i Kroacisë ose i Bosnës, nuk jam e sigurt. Edhe tani në gjatësinë e flokëve, mas se i kam flokët e ngjyrosur, mu që kanë ngjyrë tepër shumë pëlqen. Edhe sidomos tashmë se mu ka qelë, se ko menu që kam shku me i bot toner çdo një muj 2, me thonë që ashtu, ama no, dyqysh këqër në dalimin sa flokë të zeza i kam të mija, e këto sa të qelta, dhe më thonë perfekt, nuk jam 2 mena mi ngjyrosa peta ju. Mas i kam flokë të ngjyrosën, në gjatësinë e flokëve që këtë vaj, tash jo në është e vetë deni që bjonde du të me përdor këtë vajnë argan oil, për me i rujt flokëta, me u shqyja, shka do që i bjen. Amo, ku i kom pas ku i kom pas ngjyrën teme, ly me vaj kokosi, që është ekstrem i mirë. Amo me vaj kokosi mas pakti 3 herë, 4 herë shampon do të me qitë në flokë. Mos ta exageroj, mas pakti. Edhe që ky vaj është tepër i rëndë, kështu që nuk qita shumë, është ashtu një trash bashkë. Vaj, me thonë. I lidhi flokë, dhe i se ta bëjnë një proces tjetër. Eta është hapi i radhës, është ngjyra për vetulla. Ngjyra. Pesheni çfarë ngjyra është? Do më thonë ngjyra e jeme, si që po duket në foto. Edhe herën e kaluar, halo po më kishë ato sot. Herën e kaluar, do më thonë që qëton ka pak të shirë këtë së është i poster. Herën e kaluar, kur i kom gjëros vetullant, edhe o zot, nuk e kom përzi edhe nuk e kom lanë mjaftoshëm. Aty shkryki më duket nësë jam gabim une, shkryki me përzia 10 minuta, 20, se di, a me lana, nuk më kujtojt, qëto di shka, me nej që janë gjyrë. Edhe une e kom lanë qaq minuta. Edhe tani pa të ngjyros vetullat. Edhe qërpik të shqyqyr që në qërpik adeni nuk vrejet ka që shumë. Më doki që hajtë është ngjyra në rregull. Edhe i ngjyrosa unë vetullat. Edhe i kum lanë që është 20 minuta si që shkrujki. Edhe tu i lanë, tu i prit vetullat qërpikt. E shisha që në këtë kapakin ngjyra boki halo ma aziz. Halo ma aziz. Në të shumë shka ku më gabune këto për shkru në ashtu kështu. Me përzin 10 minuta, une që ashtoja pa ta bëm. Hajt, e lash une. Kur i kom shri unë vetullat. Vetullat e portokallta i kum pas, besomni, pak ngjyrë ta shko, gjatë që i ka mojt. Dhe më thonë, jam dëshpëru totalisht edhe mu ka kishu që se kum pas në i fare eventi të rëndësishëm për ndryshe shqyqyr që po lyjemi në gratë. Edhe për këtë arsye, po edhe që shkanet kë shirki haloma, shirki hajde, dhe ngjyra që shkanet haloma gjatë këto, bo ki haloma aziz. Këtë arsye, unë këta tashe për zeva, edhe në ashtë nuk kam e përdor edhe ja gjysora në ashtë edhe ma gjatë, ta shohim se kur pi përfundoj. Edhe tani e shohim në fakt se është ngjyrë e përshtatshme ju inshallah s'pana hor. E tash pak kena punë në banjë. E kam këtë aparatin për me i depilu komt edhe sitplot. Edhe aparat unë jam të e përdor, nëse kjo është tash i ri, po du me thonë që si aparata kum përdor ja prej vjetëve 19 vjetë i kom pas, tash i kam 27 logaritmi, tash 8 vjetë unë e kom përdor qëtë aparat. Në fillim kur i kom depilu me qëtë aparat, ekstrem shumë më ka dhimt, o zot do isha me bërti qatë që më dojmë ke. Tani mas, zarti tu ka lukua u mësova dhe nuk është që o kam dojmë ka që shumë. Ta shpejt e kom dru këtë aparatin, verës më do këtë e kom ble qëta. Ky aparat është okej, në regull.
Edhe jam rahat që llogaritni për shembull prej ditëlindjes teme, për ditëlindjen teme e kum përdor, edhe sot është i 23. Më duket që llogaritni gati 1 muaj e kum përdor, edhe unë veç kam kime. Përpara më duket që më rrallë unë ka ndalë, nuk jam e sigurt. Ama problemi më i madh i këtij aparatit është që shumë kime po më hinë në likur. Ka herë po më duhet që po fryhet në i puqër, edhe tani kur pe heki, kimja po del që kash, dhe më thonë llogaritni sa vjeta ja të rrit. Edhe për këtë arsye po kam qef me ble atë laser për krejt trupin. Nuk është më rëndësi cila marka s'kur gjë heq, ama ata shka kisha pas qef me ditë për juve, ju që e keni Adam, që shpërdorët. Aja vlen me ble, sa është 600 euro, se 500, nuk pedi. Qata që pedu one është me i shtrejt, ka si me një vetëm për kom do këtë që është ajo është 150 euro ose 200, nuk jam e sigurt, edhe me ma spjegu dikush sepse që ato pjesë du të mi pas, sa zbën vetëm me një pjesë mu depilu krejt, edhe far dalimi është ja dalimit e kimet, nuk jam e sigurt. Tash për shkojt në banjë, me përdor qëta, në kom, edhe në rësetula, edhe çka me bo deri sa ta ble tjetrin, një për një arina me qëta. Për pak harrova, vetë me sen që është e mirë të kjo, është që e ka dritën, edhe krejt e sheni ku duhet me kap kimin ku ju. Edhe vetëm që kjo. Edhe ka kushtu në është ja 50 euro. Në qëllë 20 morë, 60 euro. Gjallë i qështë, hajtë që së më rëndësi ma mërë mene që ja dhe një qmimet. A few moments later. Okej, kom t'i përfundova edhe që këqërë një tash qëfar në gjyre është. Herën e kalun që e kum lënja 40 minuta, herën e kalun pa i mdo këtë ja në gjys, nuk o kohë në që është. Vetëm të marrë dhe një palum, u mujtë me bo është kufizimin. Inshallah në thonë duke në e qysh, arë inshallah nuk dolin portakalta. Edhe by the way, kur t'i ngjyros një vetullat, njëri ngjyros një tani i hekni, se herën e kalun një herë i kum heke dhe tani i kum ngjyros, ju kanë të dikë. Unë jo e nuk ju kallëzova, po unë këtë rutinë e bëj bili një herë në muaj e gjys. Me një farë forme. Okej, që janë nga dukna, e bona edhe orën me kalu. Tash ata shka du me bon, oh my god, më pas ka fli që dhe brushin. Tash ta me bon është mi hik këtu nad usica, të ishtu sakt bosanski, i bjen të shka si për mi buzve që të më thonë shqipski usteqet. Nuk kam kaq shumë,
se I heki, si që thash njërën mujt, kështë që kjo unë të më përfundu për 30 sekunda. Auq. Au! Ku e më shela synin. Për përvoj me hek qëto na I kime, shka moj me kap e mos me prish për shemull vetëllon në gjyren. Deri sa ti presu në vetullën të dhe qërpik, po mendoj që kam I lën pak ma gjatë, në është gjysore, nuk e di. Shumë. Po, do shta me ly me peeling komt, edhe ata që do shta me u kallëzu juve, unë zakonisht gërdit në prej komve, se ato janë kom, ama që ta s'kam qarë, qepim lej gishtat, se gërdit në edhe prej gishtave. Qarë pa ja u kallëzu, dhe më thonë, e peshini, sa pako. Kur jam kanë qëta zonë, që kanë mejtë edhe doshenja, I kom pas ato, nuk e di se që shtuat, edhe, si grupa, shkur që nuk po di se qysh me I thonë, edhe shka s'kom përdor prej barnatorës kur gjë hiq nuk më kanë ndimu. Aja që më kanë ndimu është që kem mos ka qëto. Krejt që ka shujt në letër, ndjem e kom letë gjithashtu, krejt që ka shujt në letër që atinve ju kom majt edhe qashtu edhe kom vepru edhe mu kanë hik. Shkruan veç edhe në letër, po t'ju spjegoj edhe unë mas që asaj maske, mas në është 4-5 dite, qashtu dishka. Janë nisë likura e vdekur mu qëru vetë. Edhe herën e parën e kur e kom përdor që ata, që janë nisi likura të mu qëru, nuk e kini din gati krejt koma, janë nisi të mu qëru, qatë që e kom pas likur vdekur. Se unë e seriozisht kom pas plan me shku të mjeki me mi hek, operacion është ka do, se veç mu papin boba jatë, edhe suni shisha, edhe ashtu kështu I urrej komët edhe plus më pas kom të këshia dhe që u do kisi too much. Kom pas në kur gjë me bëma që asaj maske, komët e mija janë dzidz, tash logaritmi jo, edhe që aja u konë gjeni ma të keqe, që përshamë që një qëta, që është në gjendje ma të mirë, pesheni edhe e but edhe tana. Edhe shka është ma mira edhe gjatë të në verës, I kom pas kom të buta shkoki që asaj maske. Për 3 euro, më qasi loj produkte ja vlen me ble, si për shkak që kjo uj që për mjerit flokt edhe produkti për kom, si që thash. Edhe tash mase që e qes këtë peeling, e më shtelin kese, për me mnej kom të hala ma të buta, se ta gjenë Albani prej puna dhe mos t'ja zojnë tushin, let leo taj, I pari normal të mën puna, mos me lon, edhe ti presë edhe qëto vetua, edhe tani ja u kallëzoj rutinën, kur t'lana, kur t'feniratna, e të jë, edhe e shini tani dalimin. A few moments later. Kanë kalu 30 minuta. Edhe inshallah nuk dolin portakallta. Është portakallta ju. Oh my god. Ajo. Mirë kokën. Ha? E pas ka një pod tona, që shme thonë si portokall, që kjo ngjyrë pak, jo shumë. Qfar baksus? Shpak ta këthej pjesën në fillim me qëto vetla. Edhe tash. Ma të zeza janë, ama janë pak si portakallta. Tash e presim Albanin me orë dhaj mullo, tani une. A few moments later. Okej, sa jam gjo, edhe ata që du
Dorë për mu duk mazes është ky garnier. Kremën është e nesër. Edhe këta për ftyrë. Nuk e di. Shumë jam të tut, po hajde ta provoj s'ka po di. S'po di çka më thonë. Çikçorne. Sa bardh jam për momentin. Ta shohim tani nesër, jo laja foto a dishka. Edhe kam këtë dorëzën, të shta provoj. Edhe ju lajmëroj. Okej, e kam edhe kremen për ftyrë. Për çta nuk eshe sigur ta me bëm, s'me bëm. Ama hajtë për video. Pa e bëjmë. Kom si që deni, edhe si që e pat nuk kam nevoj as me ja hekat keqen as kur gjën heq, kështu që vetëm me që të krem pili, te për gjatë jam të përdor që të krem, edhe nuk o ka din mu hargju, edhe zakonisht, pili komt, i më the qarapat, edhe tani shkoj në gjumë, tani vetëm shka e friti krevatin. E tash, ullën e mirë për produktet për flokë. I kom la me bio shampo, flokt, 2 herë, edhe maskën për flok e kom përdor të Redken. Kjo është spray, që më thonë, si një farë treatment, në këni unë e përdori zakonisht kurt. Ama po do më thonë që kjo në gjyra, është krejt njëjt, edhe maska për flok, po unë e këta përdori masë që t'i laj flok, të gjyrë si kundra nxehtjes të flokve. Edhe shumë e ka shpricin e keq, apo shenë, kështë që unë njëra e qasë që të ndurë. I qasë, kollo shumë. Edhe që i kam flok të shkurta. Para se nisi me i terë flokët edhe me i stilizu, e marë që të shkumën e gjelbert. Kjo hajtë që një farë volumeni, po me e flokëve, po gjithashtu, po me ndalën, mos mu bo pala atë shpejt, nuk e di, qysh mund të funksionu kjo. Shkuma mo, fela mo është, do më thonë mas pak të 2 deri 2 gjysë, se 3 dit janë shumë emnejt të pastër ta, me që të shkumë. E tash, duhet me i terë flokët. Për me stilizu flokët me Dyson, ata që e bëj une, është i ndoj. Opa. Nëse i kam gjatësien, shkurtësien, në fakt. I kam flokët e shkurta. I doj kështu pak ma shumë. Edhe e marrë që ta. Pinki shkumën për me bë dredhat. Edhe ata që shë bëj është. Qështu. Një e përdori që të pjesë.
Okej, dhe flukt. Finally janë gati, ja u kallëzova produktet. Do më thonë maje të flukve shumë pak. Argan oil. Tani dry shampoo me mnejt sa ma gjatë të pastërta. Edhe tash po ja u kallëzoj produktet cilët zakonisht i përdori për fytyrë edhe për trup kur nuk e bëj self tan apo çështë diçka. 2 hours later. Okej, prej se e kom kry këtë video, ka kalu një javë, ama po du me thonë, e kom kry atë pjesën kryesore, po nuk e kom kry videon krejt komplet. Kështu që hajde tash t'ja u kallëzoj produktet që unë i përdori për flok, trop dhe krejt me rallë. Produktet para se me i la flokt, edhe pasi që i kom la flokt jo kom kallëzu, kështu që shamponin e kam gjithmonë bio, e kom hup, kapokin. E maskën për flok për momentin e përdori këta Redken. Regeneratora, kondicionera, shka do që është. Tani, si scrub, e përdori këta Ziaja. Ata që kanë DM nështë e dinë se për shka është në pytje. Sa jerën e mirë e ka edhe në fakt sa është e mirë edhe trupin jo bën më qëfar t'ja zbiba së një u kalën. Përderi sa gel për me të shërot trupin. Kohëve të fundit jam të i përdor Afrodita, kozmetika, sepse shumë erën e mirë pe kanë, edhe në fakt shumë pe mojnë gjatë erën e trupit. Për momentin e kam qëta, herën e kalun e kom pas prej vaniljes. E tani, kur ju kom thonë herën e kalun që nuk du me bli ma produkte, ta që u ka dhe edhe arsin se pse. Përket trupit, për momentin jam të përdor këta nga Vaseline me kakao, shka do. Okej, ama nothing special, që shokon prit nga Vaseline që është pak pëthuaj se ma i shtrajt. Përderi sa miksa gjithmonë më ka ndollë tepër ma të mira, e kur ju thash për produkte që blej shumë, pa qelë është që kjo, pa përdorne. Edhe kjo është full, nuk e di të qëta që shka me arrit me o kallëzu për këdi apo vrejet. Në më thonë, vetëmi dalim që është të që kjo krem, po mendoj nuk e kom përdor hala, ama erën e ka pak ma ndryshe, përderi sa kjo, më me thonë që nuk ka erë. Deodorantin, njeri kom përdor ata, nuk po më kujtohet sa këtë emri tash. Edhe shumë kanë dalë të mirë, po tash për momentin jam, si që thash që po blej produkte pa lidhje, jam për momentin atë fazën ku po du me i hargju krejt produktet pa lidhje që i kam. Dhe me thonë nga deodoranti i kam këta dy. Vaj kundra strijeve edhe produkte për flok, mase që ti loj flok, kur ti kam flok tepër tegra, e përdori këtë spray nga Bio Shampoo se mi zbutësën maksimum. Dhe gjithashtu, sot, ose një ditë për para, jo keni me pas zbritje, tash nuk e di se kur postot këtë video, keni me pas zbritje në këtu produkte. Maskën për ftyrë, nuk është definitivisht ma e mira, po masi e kam po do të me hargju, edhe që kjo për momentin nuk kam e jetë. Dhe mos të harroj çdo natë para gjumit me qëta i lyjmë majt e flokëve për me mirujt me pas ma të buta në këni, edhe mos me mu këput gjatë natës, edhe plus i kësajna është që nuk ja u bën flokët pa lo. Sa i përket ftyrës me shka e loj, është miksa, krema për ditën, krema për natën, edhe serumi mat për mos ma bë ftyrën e nërshëm, po nuk jam shumë e knaqshme, që ta ma shumë më konë me atë kalunin që u konë i kaltërt, ama ma mërmenje që kësi heri du mi provu ordinary. Në fundit du të me u këthy të La Roche, shumë puqra tinta po i sho në ftyrë teme. Edhe self-tan që e kom bo definitivisht nuk isha... Kush mami? Aha. Definitivisht nuk isha kanë të ditë me përdor, po du me thonë, mdokët, kom përdor shumë produkte, edhe të nesit jum kanë e portokalt, si që jum tut. Një ditë ose dy kër kom bë tush, po mënoj një herë ose dy herë që kom bë tush, ngjyra u kanë perfekte.
Edhe diçka shka nuk më ditë, hala u konë që mënyra se si me qitë. Për shembull, në do vende më konë e portokallë, në do vende më konë ngjyra jeme e bardhë, si me konë e dikrem. Amo më në ftyrë, mos t'ja u kallëzoja ditë, e keni pa dhe videon të e ly ftyrën me qatë krem. Edhe krejt që shto, por se kom pas portokallët, e qëto e kom pas bardhë. Do më thonë, hit. Katastrofu do. Po të njëjtën kohë nuk kam unal me përdor se me qashtu edhe vetën e mësoj se në fakt qysh përdoren ata produkte. Edhe po, kaq ke për meje, nash jemi shumë shpejt me naj video tjetër.